Ndërkohë që pjesa e panelit shkruan mesazhin e vet, unë do të lexoj dhe një nga këto mesazhet e juaja. Të shoh pak se çka keni shkruar. Okej. Për ditën e mirësisë, le të lutemi për nënat që presin djemtë e tyre me lodhë dhe shpresë. Eftisa Bilo. Eduard Rankini për zonjën. Mirësia më e madhe është humanizmi. Buzëqeshi çdo kujt se të gjithë e meritojnë. Mjafton qëndrimi afër pranë dikujt që t'i dhurosh botën. Mirësia është një nga cilësitë e Zotit. Mirësia është më e nevojshme se sa mençuria dhe pranimi i kësaj është fillimi i mençurisë. Për ditën e mirësisë, të lutemi për nënat që presin djemtë e tyre me lodhë në sy.